Universiteti Fanoli Korçës dhe Universiteti Politeknik i Tiranës pritet të çelin programe të përbashkëta studimi. Një gjë e tillë është përfshirë ditën e sotme në një marrëveshje të nënshkruar nga rektorët e këtyre universiteteve. Sipas rektorit të Universitetit Fanoli, në Korçë do të çelen programe që do të jenë unikale në vend, ndërsa studentët pritet të vinë nga të gjitha trevat shqipfolse, por edhe më gjerë në rajon. Marrëveshja kuadër përfshin shumë pika bashkëpunimi, ndërmjet të cilave është edhe programe të përbashkëta. Ne sot nënshkruam marrëveshje, do ngrihen grupe pune, specialistësh të programeve përkatëse, programe të cilat janë në rrisi, që mund të jenë unikale ndoshta në vend, për të hapur konkretisht në Universitetin e Korçës. Universiteti Politeknik i Tiranës është i përfshirë në 6 diploma të dyfishta me universitetet europiane, ndërsa edhe për programet e studimit me Universitetin e Korçës, diploma do të jetë dyfisht. Internacionalizimi, bashkëpunimi janë dy element shumë të rëndësishëm që e çojmë përpara zhvillimit të arsimit të lartë. Vitin që vjen, fillojmë një Erasmus Mundus me një diplomë të 4 fisht me 4 universitete. Në këtë kuadër ne duam që këtë eksperiencë tonën, ta bëjmë eksperiencë dhe t'i bëjmë pjesë të këtij bashkëpunimi edhe partnerët tanë, edhe universitetet, aq më tepër kur bëhet fjalë për Korçë. Vetëm pak kohë më parë, Rektorati i Universitetit Fanoli ka votuar për bashkimin me Universitetin e Tiranës, por pas reagimit të studentëve dhe pedagogëve, gjithçka është kthyer mbrapsht. Tashmë është Universiteti Politeknik ai që vjen në Korçë me programe të përbashkëta studimi.